kamza me Tiranën, po këto vetëm se vinë njerëz këtu, edhe duket sikur ka shtesë popullsie. Po të gjithë e dim që një çift i ri që sapo kanë marrë shkollën, studente, kujtun gjitha me radhë, e kanë shumë të vështirë të lindin fëmijë. Shumica nuk po lindin sepse nuk ka paga të mira, nuk bëhen dot kurrë me shtëpi, nuk ja dalin dot mbyllin shpenzimet mujore, gjitha me radhë. Pra, është një plagë, kjo është popullimit, që unë kam frikë se çdo lloj qeverie që të vinë kjo nuk rikuperohet më. Ai që ka ik, nuk vjen më për një Shqipëri sikur edhe nesër të jetë pa rilindjen, do jetë shumë e vështirë. Pra do duhet që një qeveri që do vinë nesër duhet marrë ca reforma edhe du të jap një zhvillim ekonomik këtij vendi, që dikush të lënë Gjermaninë, të lënë Italinë, po qoftë edhe Greqinë edhe të vinë këtu. Pra du të jap diçka më shumë ose diçka më